Përshëndetje të nderuar. Kam kënaqësinë që të jem këtu sot, një ditë që ka qenë një ditë që gjithë shqiptarët duhet jenë mendoj mirënjohës e falendëruar për herojt që bën pjesë në lëvizjen studentore. Me kryetar në atë kohë babain tim, doktor Berishën, e shumë herojnë tjerë. Mendoj që falë kësaj heroizmi që bën këta njerëz, shqiptarët sot duhet ta dinë që kjo sakrificë, ajo gjakderdhje që u bën atë kohë, vetëm me parimin për të pasur një ardhmë më të mirë, sot shqiptarët kanë mundësinë që të shkollojnë fëmijët e tyre aty ku dëshirojnë, të hanë ushqimin që dëshirojnë, të dëgjojnë muzikën që dëshirojnë, të shikojnë televizor edhe atë që dëshirojnë, të vishen si dëshirojnë, të martohen me atë që dëshirojnë. Pasi gjitha këto ishin pasoja që ishin të pamundura të bëje sipas dëshirës apo sipas zemrës në kohën e agresionit komunist. Momenti kur babai im ishte në momentin më krucial, po themi, që mori hapin për të bërë drejtuesi lëvizjes studentore, ishte një moment kur ai ishte fare i ri. Dhe dua të them që sapo ishte bërë me fëmijë, faktikisht, babi ka qenë një person, dua të tregoj edhe pak për babin, për shkak se duke qenë se, si kam thënë më përpara, unë e kam munduar ta mbaj ngjallë me histori dhe kam dëgjuar shumë histori. Babi ka qenë një person që kur erdhi herët në Tiranë, domethënë për të bërë kryestudimet, ishte një person që donte ta rëmbente të ardhmen e tij dhe t'i vinte gjërat para. Ai në atë kohë faktikisht, dua t'i them diçka, po them disi komike, ran dashuri me nënën time dhe si pasojë e agresionit komunist ajo detyruar që në thonjza me dashurit përbashkët ta rëmbente atë dhe të largohej drejt tropojës. Pasi dashuria atyre ishte e pamjaftueshme për të bashkuar me njëri tjetrin fal agresionit komunist. Pra dua të them deri ku shkonte agresioni komunist në atë kohë që ti nuk mund ta ndiqe as zemrën tënde, as për të krijuar familjen që dëshiroje. Dhe dua të them që në momentin që ai krijoi familjen në Tropojë dhe u bë me fëmijë, ai u nis drejt Tiranës me ëndrrën që Shqipëria ishte një Shqipëri pluraliste, ishte një Shqipëri demokrate, ishte një Shqipëri ku shteti ishte në funksionin e njerëzve dhe jo të qeverisë dhe interesave të saj egoiste, po themi. Derisa gjyshi im era më pas, duke qenë se ishte, po them, pasojë e kohës dhe brezave që jetonin atë kohë të moshës gjyshit tim, e mendonte të pamundur që djali vet vinte në Tiranë dhe të vinte të hidhte poshtë bashkë me shokët e tij sistemin më agresiv që ka njohur, po them, Ballkani dhe Europa. Dhe ai thonte që vleri këto ëndra se bire ketë pamundur për ta bërë këtë gjë, edhe deri diku edhe qeshte dhe u tallte një formë ironike që më mirë shikoj një jetë më të sigurt për veten tënde. Por jo, Azemi nuk mendonte sot për sot dhe ishte një njeri që donte të mendonte më afatgjatë për veten, për shokët e tij, për familjen e tij dhe nuk e kishte konceptin e frikës. Azemi ishte me konceptin që frika nuk ndalon as vdekjen dhe as humbjen, por frika mund të ndalojë fitoren dhe frika mund të ndalojë jetën. Dhe Azemi u nis për Tiranë, ku njohoi shokët e tij dhe vëllezërit e tij që bashkë me ta kalon një nga momentet më vështira që mund kalonin njerëzit në atë kohë. Duke dalë para autoblindave, duke dalë para tanqeve, duke dalë para plumave, duke rrezikuar jetën e tij. Dhe në ditët kur kaosi i momentit që solli kjo situatë dhe studentët po themi u konfuzuan pak nga që ishin shumë njerëz, ishte shumë situatë impulsive. Studentët nuk po dinin nga drejtoheshin te pjesa që ku e dim ne që ti je me ne dhe ti mbron realisht interesat tona, dhe aty babai im hypi një shkallë më lart duke u kapte xhupat e shokëve të tij dhe la garant fëmijët e tij Kirin dhe Rodinën, motrën dhe vllajën tim, duke thënë që unë lë garant fëmijët e mi janë aty, nëse unë ju tradhtoj juve, unë kam tradhtuar fëmijët e mi. Gjë që ky moment studentët në atë kohë i shtangu që një person mund të linte garant fëmijët e tij, mund të sakrifikonte çdo gjë deri në familje për lirinë dhe demokracinë e këtij shteti. Në atë moment ai mori
mori leadershipin dhe besishmërinë që është më e rëndësishme të shokëve të tij në atë kohë. Por çfarë ndodhi në këtë moment? Në këtë moment babai më ngjiti shpinës tij shumë përgjegjësi përsipër, gjë që ai ndoshta nga ana akademike i duhesha akoma dhe shumë më shumë punë për ta drejtuar këtë televizia. Dhe kujtoj me qeshur në një lloj forme historitë që më tregonte xhaxha im që babai jot, duke qenë se i ngjvuri shumë përgjegjësi për vetes përsipër dhe duhet të drejtonte në njëjtën kohë duhet ishte shumë akademik, gjë që ishte shumë e vështirë për atë kohë aq i ri sa ishte ai merrte një në gjuhën popullore po e themi kov ose govat dhe vinte me ujë të ftohtë të këmbët e tij dhe mësonte gjithë natën dhe lexonte gjithë natën që mos ta zinte gjumi. Në këtë mënyrë që të arrinte dhe të balanconte jetën familjare, jetën politike dhe zhvillimin e tij intelektual. Dua të them që ai ishte një baba shumë i dashur, saqë dikush mund të shikojë ose shumë mund të shikojnë vetëm anën politike, po Azemi si të ri shqiptar sot ishte një sportist, ishte një sportist i sportit mundjes, që sakrifikonte shumë dhe shkonte nga tropoja në Kukës në rininë e tij me motor për të bërë sport për shkak se kushtet ishin të limituara. Ishte një person politik që pavarësisht agresionit politik gjatë ditës, rrezikimeve të jetës dhe situatave voluminoze që ofronte politika, prap gjente kohën për të kthyer në shtëpi dhe për të luajtur me vllajën tim me Kirin në atë kohë, siç luajnë tri sot PlayStation, ka qenë dhe PlayStation e asaj kohe. Dhe luante si të ishte një fëmijë për të bërë dhe një shok vllajt tim, aq shumë luanin se që nëna në erë mërziste dhe ja ulte dhe automatin e dritave tamam sikur ishin dy fëmijë të vegjël. Më pas, kur ai lente kohën e lirë me fëmijët, ai drejtohej përsëri politikës deri në orët e vona të natës, që ai priste, po themi deri në orën 2 të natës, gazetën e ditës së nesërme për ta lexuar dhe për të qenë i përgatitur që të zgjonte herët në mëngjes në orën 6 ose 7 të mëngjesit, ku ai priste njerëzit në derën e shtëpisë që u bënin rresht për të diskutuar mbi hallet që ka njerëz kishin, që ai përjetonte sikur të ishin hallet e veta. Dua të them që të rinj sot nuk kanë asgjë, as më pak as më shumë se ç'kishte Azem Hajdari. E vetmja gjë që është në lojë është shpërqendrimi. Dua të them për gjithë ata të rinj që mendojnë që vota ime s'bën ndryshim, një votë s'bën ndryshim ose çan ndryshimi bën po dola në protestë ose çan ndryshimi bëran po bëran këtë gjë një person jam. Nga një person bëhen 2, nga 2 bëhen 3 dhe jo vota dhe jo dalja në proteste dhe jo këto gjëra, po edhe një diskutim në një grup mbi 3 veta ku njerëzit diskutojnë për hallet dhe problemet e veta dhe për të përmirësuar veten, shoqërinë e tyre dhe kushtet, bën një ndryshim shumë të madh.